Nderuara Ministre Spiropali, të nderuar ambasador të shteteve tona, ambasador Malaj, ambasador Durmishi, të nderuar gazetar, përfaqësues të mediave që po na përcjellni, ju faleminderit që keni ardhur në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Kisha nderin dhe kënaqësinë me prit sot në vizitë zyrtare në Republikën e Kosovës Ministrën për Evropë dhe Punë të Jashtme të Republikës së Shqipërisë, zonjën Elisa Spiropali, mikën time Elisa. Takimet me homologët tonë nga Shqipëria nuk janë si takimet tipike bilaterale, sepse ne ndonse kemi ministri të jashtme, Shqipëria dhe Kosova nuk janë të jashtme për njëra tjetrën. Vendet tona janë shumë më tepër dhe takimet tona janë takime vllazërore, takime mes shteteve të njëjtit këmbë, që më shumë se interesa ndërshtetërore e ndajnë fatin e përbashkët historik dhe politik. Prandaj sot kur flasim për bashkëpunimin në mes të Republikës Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë, nuk flasim vetëm për thjesht marrëdhënie ndërqeveritare. Flasim për përgjegjësinë e dy shteteve që i përkasin të njëjtit këmbë, për ta përfaqësuar atë me dinjitet, në koordinim të vazhdueshëm dhe me një vizion të qartë evropian. Në këtë frymë diskutuam sot për thellimin e mëtejmë të bashkëpunimit politik dhe ekonomik mes Kosovës dhe Shqipërisë, për koordinim të plotë në politikën e jashtme dhe për forcimin e ndërtimit kapaciteteve tona të brendshme diplomatike. Shumë punë që kanë ndërlidhur fort republikat tona janë bërë gjatë mandatit të qeverive tona, e shumë të tjera presin që të bëhen gjatë këtij mandati. Kosova është e përkushtuar për zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të cilat ne i kemi nënshkruar gjatë viteve me Republikën e Shqipërisë, e ato janë mbi 140 dhe për afrimin e dy shteteve tona e po ashtu edhe të shoqërive tona në çdo fushë të jetës. Gjatë diskutimin me Ministrën Spiropali, unë e falenderova Ministrën, si gjithnjë për mbështetjen e deritashme që Republika e Shqipërisë ja ka ofruar Republikës së Kosovës e edhe shtetëndërtimit tonë, por edhe përfaqësimit të interesit tonë në arenën ndërkombëtare, përpjekjet për antarësimet tona në organizatat e rëndësishme, dhe jam i bindur se koordinimi ynë do ta fuqizojë përpjekjen e Kosovës për antarësim edhe në Këshillin e Evropës, edhe për parafrimin ton dhe antarësimin ton drejt të NATO-s dhe në organizatat tjera të rëndësishme ndërkombëtare. E ardhmënia jonë ashtu si e kaluara jonë do të jenë të lidhura përgjithmonë sa më i fortë që të jetë koordinimi ynë, aq më e sigurt do të jetë rruga jonë drejt bashkimit evropian. Dhe unë e përgëzoj në këtë rast Republikën e Shqipërisë për këta hapa gjigant që i ka bërë sa i përket integrimeve evropiane. Ne duam ta japim po ashtu të njëjtin shembull si Republika e Shqipërisë. Prandaj gjithnjë bashkëpunojmë drejt përmbushjes së aspiratave të kombit shqiptar. Ju falenderit, zonja ministre, për këtë vizitë shumë të mirë në Republikën e Kosovës dhe fjala tash është e juaja. I nderuar zëvendës kryeministër, ministri i punëve të jashtme dhe diasporës, i dashur Glauk, ishte një nder i veçantë, një përgjegjësi e thellë që në vizitën time të parë si ministre për Evropën dhe punë të jashtme këtu në Prishtinë, e bëj menjëherë pas formimit të qeverisë së re, të cilës i uroj shumë suksese në konsolidimin e institucioneve demokratike, në forcimin e shtetit
të Kosovës dhe në mirëqënien e gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës, një vizitë që vjen menjëherë pas vizitës kryeministrit Rama dhe presidentit Begaj pas formimit të qeverisë së re, një shenjë e sigurt se për ne Kosova nuk është një zgjedhje protokolli, është një zgjedhje historie, është zgjedhje politike, është deklarim i qartë se ku qëndron prioriteti ynë kombëtar. Marrëdhënia mes Shqipërisë dhe Kosovës nuk është një kapitull i zakonshëm i diplomacisë, ju thatë, është vimësi e një rrugtimi të përbashkët, të skalitur në sakrificë, në qëndresë dhe në vendosmëri historike për përparim kombëtar. Viti 1999 ishte momenti kur bota pa drejtësitë, por pa edhe dignitetin e një populli që kërkonte të jetonte i lirë. Viti 2008 ishte momenti kur Kosova e ktheu aspiratën në shtetësi dhe fitoi vendin e saj në hartën e botës. Viti 2026 duhet jetë momenti i konsolidimit të plot të subjektivitetit të saj ndërkombëtar dhe i mbylljes përfundimtare të çdo paqartësie historike për vendin e saj në Europë. Ne nuk po ndërtojmë një marrëdhënie nga e para, sigurisht, ne po forcojmë një bosht kombëtar, një aleancë të natyrshme mes dy shteteve sovrane, mes dy republikave motor, mes dy shteteve që kanë një marrëdhënie vllazërore me njëri tjetrin, që ndajnë histori, identitet, sakrificë dhe një vizion të përbashkët për të ardhmen. Të dy qeveritë tona prej kohësh kanë zgjedhur një politikbërje të bazuar te realiteti. Realiteti i një kohe, realiteti i një populli, realiteti i një shteti që ekziston, që funksionon dhe që nuk është objekt debati, por subjekt i të drejtës ndërkombëtare. Kosova është prioritet absolut i politikës të jashtme të Shqipërisë, por e lidhur shumë ngushtisht me gjitha zhvillimet e brendshme në Shqipëri dhe në Kosovë. Kjo nuk është retorik solidariteti dhe as formul diplomatike, është orientim strategjik i qëndrueshëm shtetëror. Forcimi i subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës është interes kombëtar i drejt për drejt i Shqipërisë, përveç se është dëshirë e jon e zemrës. Çdo njohje e re, çdo antarësim i ri, çdo hap drejt konsolidimit ndërkombëtar të Kosovës është investim në sigurinë, në dinjitetin, në stabilitetin e të gjithë hapësirës tonë shqiptare, por edhe të rajonit. Shqipëria do të intensifikojë angazhimin diplomatik për zgjerimin e njohjeve në koordinim të vazhdueshëm së bashku krah për krah, por dhe për përparimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Shembulli i bashkëpunimit tonë për antarësimin në Këshillin e Evropës është një dëshmi e qartë se si mund të punojmë së bashku dhe me efikasitet. Dhe ai antarësim, siç e thamë dhe në takim, duhet jo se po lypet prej nesh, po sepse meritohet nga shteti i Kosovës. Barazia ndërkombëtare e Kosovës nuk është çështje simpatie, është çështje drejtësie, është çështje respekti për realitetin politik të krijuar me sakrificë dhe me punë çdo ditë. Integrimi evropian i Kosovës është testi i koherencës së vetë Bashkimit Evropian me vlerat që ai përfaqëson. Kosova ka dëshmuar qartësi euroatlantike, përkushtim ndaj reformave dhe stabilitet institucional. Ky përkushtim duhet të përkthehet në vendime konkrete. Sigurisht heqja e masave shtrënguese ishte pa diskutim një domosdoshmëri dhe ne kemi bërë të qartë që masat shtrënguese kundër Kosovës ishin kundër produktive dhe besoj tani ka ardhur koha që ta themi me plot gojen që Kosova meriton statusin e vendit kandidat pa standarde dyfisha dhe pa pritje të pafundme. Një Europë që kërkon besim nga rajoni duhet të tregojë besueshmëri në vendimarrjen e saj. Shqipëria është në rrugën e saj të negociatave për antarësim të plot në Bashkimin Evropian. Këto 14 muaj, 15 muaj kanë qenë shumë intensiv sa i takon negociatave tona për çeljen e të gjithë grup kapitujve. Tani duhet fillojë mbyllja e
kapitujve negociues me Shqipërinë dhe ne besojmë që Kosova duhet marrë statusin e vendit kandidat dhe rajoni ynë apo politika e zgjerimit Bashkimit Evropian duhet përdoret si një armë e fuqishme gjeostrategjike Bashkimit Evropian për mos lejuar që Ballkani Perëndimor të influencohet nga forca malinje apo të ndikohet në procese që nuk i shërbejnë stabilitetit dhe paqes e zhvillimit në rajonin tonë. Sa i përket dialogut me Serbinë, qëndrimi ynë është i qartë e i palëkundur, dialogu mbetet rruga për një zgjidhje të qëndrueshme dhe për stabilitet afatgjatë në rajon. Por stabiliteti nuk ndërtohet mbi mohimin e realitetit. Realitet është se Kosova është shteti pavarur dhe sovran. Njohja reciproke është e vetmja bazë e qëndrueshme për një marrëdhënie të shëndoshme mes dy shteteve dhe në rajonin ton, të lirë nga tensionet e trashëguara. Serbia duhet pajtohet me këtë realitet, jo si akt presioni, por si hap i domosdoshëm për normalizim të vërtet. Kjo marrëveshje duhet i hap përfundimisht Kosovës rrugën për antarësim të plot në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe në organizata të tjera ndërkombëtare. Në këtë rrugë, Shqipëria do të vazhdojë ta mbështesë fuqishëm Kosovën me këmbgulje, me koordinim të plot dhe me aleatët tanë e me strategjisë e qartësi të plot. Proceset në dhomat e specializuara janë një moment i rëndësishëm. Shqipëria respekton drejtësinë ndërkombëtare dhe pavarësinë e saj, por drejtësia duhet jetë e paanshme dhe e shkëputur nga çdo lexim kolektiv. Drejtësia nuk mund të ecë me standarde të dyfishta. Nuk mund të prodhoj perceptimin se viktima dhe agresori vendosen në të njëjtin plan ligjor, moral dhe historik. Lufta e Kosovës nuk ishte një luftë për pushtet, ishte një luftë për mbijetesë dhe për liri. Pas një periudhe të gjatë represioni dhe terrori sistematik ndaj popullsisë civile. Kjo është arsyeja pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe koalicioni NATO-s ndërhyjnë në Kosovë për të shmangur një katastrofë të re humanitare me përmasa përtej tragjikes në zemër të Europës. Prandaj çdo proces që lidhet me atë periudhë duhet të zhvillohet me vetdije të plot për kontekstin, për disproporcionin e forcës dhe realitetin e krimeve ndaj popullsisë civile. Sot në Hag përballen me drejtësinë udhëhecit e ushtrisë shërimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi. Emrat e tyre janë të njohur për çdo qytetar të Kosovës. Ata janë figura që përfaqësojnë një kapitull të caktuar të historisë tonë të rezistencës. Ne nuk ndërhyjmë në proces dhe nuk paragjykojmë asnjë vendim gjyqësor, por kemi detyrimin moral dhe historik të themi qartë se drejtësia duhet të jetë drejtësi e plot, pa shkelje të standardeve ndërkombëtare ligjore, pa shkelje të drejtave të njerëzit dhe jo drejtësi e pjesshme. Ajo nuk mund të shkëputet nga konteksti i një lufte çlirimtare të një populli të tërë. Nuk mund të injoroj faktin se në Kosovë ka pasur agresion shtetëror, spastrim etnik dhe krime masive ndaj popullsisë civile shqiptare. Asnjë proces gjyqësor nuk duhet krijojë se perceptimin se historia po rishkruhet në mënyrë të pa balancuar. Asnjë proces nuk duhet lërë hapësirë për idenë se rezistenca e një populli për liri vendoset në të njëjtin plan moral me politikën e represionit që e parapriu atë. Kosova si shtet nuk është në gjyq dhe nuk duhet të jetë në gjyq. Lufta e saj për liri nuk është në gjyq. E vërteta historike nuk është në gjyq. Ne kërkojmë drejtësi. Por kërkojmë drejtësi që shet të plot panoramën, që shet disproporcione e forcës, që njeh kontekstin, që njeh sakrificën, që nuk shkel procesin e drejtë dhe drejtat e njeriut dhe që nuk lejon relativizimin e viktimës. Ky nuk është presion, kjo është përgjegjësi ndaj historisë. Dhe këtë e kemi thënë me gojën plot të dy, në Republikën e Shqipërisë dhe në Republikën e Kosovës. Integrimi euroatlantik i Kosovës është element kyç i sigurisë rajonale. Prania e NATO-s dhe roli i KFOR-it mbeten faktor të pazëvendësueshëm stabiliteti,
Në një Europë të trazuar nga lufta dhe tensionet gjeopolitike, siguria nuk është e garantuar. Ajo kërkon vigjilencë, koordinim dhe angazhim të vazhdueshëm. Siguria e Kosovës është prioritet mbi prioritete për Shqipërinë dhe siguria e Kosovës është siguria e vetë Shqipërisë. Kjo nuk është figurë retorike, është vlerësim strategjik dhe ne duam ta shohim Kosovën sa më pranë strukturave të NATO-s. Marrëveshja e përbashkët mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë është një element i rëndësishëm për jo vetëm për trajnimet përbashkëta e për sigurinë e përbashkët, por edhe për afrimin e Kosovës me strukturat e NATO-s. Mbajtja e samitit të NATO-s në vitin 2027 në Tiranë duhet të jetë një mundësi e shkëlqyer për afrimin e Kosovës me strukturat euroatlantike. Kosova sot na kujton çdo ditë se stabiliteti nuk merret i mirëqen. Dje ishte përvjetori i 4 i luftës në Ukrainë. Është një përvjetor që duhet bëjë të reflektojë këdo dhe që tregon qartë se çfarë ndodh kur vende në zemër të Europës lihen në zonën gri, në pritje pa qartësi. Kosova nuk duhet të jetë në një zonë gri, i gjithë Ballkani Perëndimor nuk duhet të jetë në një zonë gri. Ndërlidhja ekonomike mes dy vendeve tona është arkitektura e të ardhmes sonë të përbashkët, bashkëpunimi dhe nënshkrimi i marrëveshjeve mbi 140 që janë tani në fazë zbatimi, po dhe të tjera që mund të nënshkruen, kanë sjellë rezultate. Në planin ekonomik në vitin 2025, vëllimi i përgjithshëm i shkëmbimeve tona të i kaloj 500 milion euro, ambicia është të rritet më tej, pse jo të dyfishohet në fund të vitit. Realiteti i një tregu të përbashkët, mbar shqiptar, është gjithmonë dhe më i prekshëm dhe duhet bëhet gjithmonë e më funksional. Për këtë arsye duhet mbështesim këtë moment pozitiv, duke përmirësuar më tej lidhjet tona infrastrukturore dhe energjetike. Siç ishte dje e një rëndësie patriotike dhe strategjike, arterja rrugore që lidh Tiranën me Prishtinën është sot e të njëjtës rëndësi ndërtimi i hekurudhës Durrës-Prishtinë, si dhe të gjitha projektet energjetike, korridoret e transportit dhe portet e përbashkëta që duhet na lidhin edhe më fort, duke e bërë hapësirën tonë ekonomike më të integruar dhe më të qëndrueshme. Do të punojmë për përgatitjen e radhës të takimit ndërqeveritar dhe për riaktivizimin e sekretariatit koordinues si mekanizëm real ndjekjeje dhe përshpejtimi të vendosjes në jetë të projekteve të dyanshme në të gjitha fushat dhe sektoret. Diskutuam po ashtu forcimin e koordinimin mes ministrive tona të jashtme, jo vetëm në nivel politik, por edhe në nivelin e strukturave dhe përfaqësive diplomatike, në përfaqësimin e çështjeve me interes të Kosovës në organizata ndërkombëtare, partnerëve tjerë, koordinimin Shqipëri-Kosovë në nivel sistematik të qëndrueshëm dhe të harmonizuar për të siguruar qartësinë, impaktin dhe rezultatin e duhur, edhe për diasporën tonë, ku kemi disa projekte të mira që do t'i zhvillojmë në vazhdim për koordinimin sa i takon çështjeve të Mërgatës. Të drejtat e shqiptarëve në rajon, po dhe në luginë e Preshevës, kërkojnë ndjekje të vazhdueshme diplomatike dhe koordinim institucional të qëndrueshëm. Kjo është pjesë e përgjegjësisë sonë kombëtare dhe angazhimit ton në mbrojtjen e të drejtave dhe dinjitetit të bashkombasve tanë. Të dashur qytetar, 1999 mësoj se liria kërkon sakrificë dhe ishim sot në memorialin në Prekaz, po edhe në shtëpinë e jasharëve, ku kjo dëshmi është më e fortë se kurrë. 2008 na mësoi se shtetësia kërkon vendosmëri dhe 2026 po tregon se Kosova është një aktor i barabartë në rajonin tonë në Europë dhe Shqipëria do t'i qëndrojë krah Kosovës jo si spektatore e historisë, por si pjesë aktive e saj, si dy shtete sovrane që mbështesin njëra tjetrën dhe që ndërtojnë së bashku arkitekturën e së ardhmes së tyre europiane. I dashur Glauk, shumë faleminderit për këtë pritje shumë të ngrohtë. Për pyetjen e parë, sigurisht biseduam edhe për takimin e përbashkët mes dy qeverive, besojmë fort që ka ardhur koha që brenda 2026 të kemi një takim të
përbashkët të dy qeverive në Shqipëri ose në Kosovë, ku të diskutohen të gjitha marrëveshjet e nënshkruar deri më tani, fushat me interes të përbashkët, në fakt janë të gjithë sektorët dhe të gjitha prioritetet tona mes dy qeverive janë duke u implementuar, por edhe mundësinë e hapësirave për nënshkrimin e marrëveshjeve të reja. Sa i takon pyetjes së dytë, ne nuk jemi në një garë se kush apo cili i ka mbrojtur më shumë të drejtat, por jemi pa diskutim në një test të koordinimit ton, të harmonizimit të qëndrimit ton, sa i takon jo vetëm drejtësisë ndërkombëtare në Hag, por edhe qëndrimit ton kombëtar mbi luftën e UÇK-s, mbi legitimitetin e asaj lufte dhe mbi të drejtën e këtij populli për të mbrojtur me forcë të drejtën ndërkombëtare në nivelet më të larta. Këtë e kemi bërë, këtë do ta bëjmë dhe urojmë shumë që gjykatësit në Hag t'i përgjigjen thirrjes së drejtësisë dhe jo thirrjes së prokurorëve, të cilët ne gjykojmë në këtë fazë, po dhe vijimësisht duke ndjekur procesin e gjykimit në Hag, nuk i kanë bërë drejtësi me pretencën e tyre. Besojmë te drejtësia deri në fund dhe do ndërmarrim çdo masë të mundshme për ta ngritur zërin kudo, në çdo institucion ndërkombëtar, në çdo forum, ashtu si kryeministri Rama bëri në Bordin e Paqes, në Këshillin e Evropës e kudo tjetër. Dhe për këtë kemi jo vetëm dakordsi, por kemi edhe qëndrime të përbashkëta dhe vijimësisht e kemi thënë, e do e themi, e do veprojmë gjithmonë së bashku. Gjaja Spiropali do t'i takoj edhe figurat kryesore në shtetin ton. Sa i përket presidentit, ju e dini edhe e keni të qartë si gazetar që kushtetuta jonë qëllimisht e ka bërë një dallim të rëndësishëm mes mënyrës së zgjedhjes presidentit edhe qeverisë. Qeveria zgjedhet me një mazhorancë e cila është e thjeshtë në Kuvendin e Republikës Kosovës, mjaftojnë 61 deputet për ta zgjedhur një qeveri, por te presidenti, te institucioni i presidentit dallon kjo. Dhe kjo në kushtetutën tonë, prej atyre që e kanë konceptuar në fillim, edhe që kanë marrë pjesë në përpilimin e saj, me siguri, ideja bazike ka qenë që një mazhorancë e thjesht mos me pas garancinë që vetë me zgjedh presidentin. Mos me mujt me zgjedh vetë, po me qenë kjo një farloj i bashkëpunimit, edhe me forca tjera politike, për me mujt me ardhë deri te një numër i nevojshëm për zgjedhjen e presidentit. Kështu që kësaj radhe, unë nuk po foli me emrat partive politike, se nuk është vendi këtu, po flas me konceptet e mazhorancës në Kuvend të Republikës Kosovës. Ajo mazhorancë që është prej 66 numrave në Kuvendin e Republikës Kosovës, ne jemi bind që nuk ka mundësi përmes një emri që propozohet, një emri i njanshëm, ta marrim edhe votën e garantume të opozitës, për mi bot 80 vota. Ky është konstatimi i mazhorancës. Nuk po them që është absolut, sepse gjëra absolute në politikë nuk ka. Ka të përafërta. Po me përafërsi, ky është konkludimi i mazhorancës. Ndoshta e kemi gabim, ndoshta e kemi mirë, po ky është konkludimi. Pra konkludimi është që përmes një emri të përvetshëm, na mos me mbështet për muri opozitën. Në thonë, ky është dhe këtë do ta votoni. Pikërisht për këtë arsye, kryeministri Kurti ka bërë thirrje mi taku partitë politike, kryetarët e partive opozitare. Deri tash i ka kry takimet, pra i ka pas par dje edhe dje takimet kryesore me zotin Hamza dhe me zotin Abdi Xhiku, dhe unë mendoj që kjo është lajm i mirë për Kosovën, është një pjekuri e re, edhe vetë skenës politike dhe institucioneve tona, sepse është një përpjekje e mirë, e sinqert,
që së bashku të mund të mas pari të ulemi dhe të kuptojmë njëri tjetrin çka po synojmë. Më sakt, sepse keq kuptimet më të mëdha po lindin kur nuk po merremi vesh bashkë mirë, çka po dojmë. Kështu që kur liderët e partive politike, edhe si opozit, po edhe si mazhorancë në Kuvendin e Kosovës, ulen, diskutojmë për orë të tëra, për procesin që e kemi përpara, kjo është një lajm i mirë për Kosovën, konsiderajon, dhe pranë... Urna? A jam unë opcion? Jo, unë menoj që nuk është full, nuk është tru në këtë kontekst. Po ta kishte qasjen mazhoranca që do ta propozoj një president televizjes vetëvendosje, unë menoj që ajo është pikërisht që ajo që thashë në fillim po dojna me shmang, se kjo është me qitë opozitën para aktit të kry. Me thonë, kjo është dhe do ta votoni. Ju do ta kuptoni që ky nuk është qëllimi kësaj radhe i mazhorancës. Prandaj kemi vepruar në tjetër mënyrë. Faleminderit shumë.